Në Tetov nisi festivali ndërkombëtar I filmit Tifoda. Për 14 vite me radhë, Tifoda sjell filmat më të shikuar dhe premier në Tetov. Këtë vit, para ardashëve do të shfaqen mbi 40 filma të metrazheve të gjata, shkurtër, dokumentar dhe të animuar nga e gjithë bota. Filma këto janë përzgjedhur nga juria profesionale nga më shumë se 500 filma të aplikuar për pjesëmarrje në festivalin e filmit Tifoda. Premierën e hapjes së festivalit të filmit Tifoda e bëri filmi I regjisorit shqiptar Andomian Murataj, Buri I shtëpisë. Ky film, sipas regjisorit, është xhiruar I gjithë në shtetin shqiptar, por e veçanta e tij sipas regjisorit të filmit është se në film luajnë aktorë shqiptar nga e gjithë treva shqiptare dhe tregon një ngjarje të vërtetë të një burrëneshe shqiptare. Unë kam qenë që me hapi qenë festivalin e parë të Tetova International Film Festival, ODA, dhe ka qenë një kënaqësi e madhe atëherë sepse kam parë interesimin e jashtëzakonshëm të qytetarëve të Tetovës, të komunitetit shqiptar, por jo vetëm, I mbushur me një pjesëmarrje të autorëve ndërkombëtar nga Ballkani, por edhe më gjerë, gjë që shpresoj të ketë vazhduar dhe të jetë rritur ndër vite. Shumë shpesh ka pasur premtime për suportimin e këtij festivali të rëndësishëm, ndoshta festivali më I madh në Maqedoni përveç se Manakit, që është një festival specifik për drejtorët e fotografisë, por për sa I përket kinemas Mirfillti, ndoshta ODA ka fituar qytetarinë që të jetë festivali më I rëndësishëm. Dhe si I tillur mendoj që duhet të gjejë tashmë mbështetjen e pa dyshim të pushtetit vendor, qendror, po edhe më gjerë ndoshta duke gjetur mbështetje në institucione si Creative Europe apo Euroimage. Ku jemi te financimi, pasi duhet të lidhna pak këtë pjesë, Tifoda edhe për shkak se siç thatë ju, është një ndër festivalet më të mëdha që organizohet këtu në Maqedoninë e Veriut, thuajse as pak ose shumë pak është përkrahur nga institucionet, ndërkohë në vitin 2026 kemi informacione se nuk është përkrah asnjë projekt I Tifodës. Si e mendoni, si e vlerësoni nga Agjencioni I Filmit të Maqedonisë për këtë përkrahje mjaft të vogël për këtë festival, siç thatë është një ndër më të mëdha këtu në Maqedoni? Festivalet janë bërthama të cilat mbledhin së bashku komunitetet, por jo vetëm për artistët, por jo vetëm për duke sjellur në këto komunitete dhe një frym ndërkombëtare europiane. Kështu që nuk ke se si ta shohësh përveç me trishtim faktin që një festival filmi I organizuar nga kushdo qoftë që ka arritur prej mbi 10 vjet, 15 vjet gati tashmë këtë bërë qendër e kineastëve ballkanik. Domethënë unë kam takuar, kam ardhur 3 herë, kjo është era e tretë në pjesëmarrjen time në ODA. 2 herë kam ardhur me filma të mitë dhe 1 herë kam ardhur si antar jurie. Dhe do them që jam absolutisht I impresionuar me pjesëmarrjen e personalitetet ndërkombëtare nga të cilat unë kam pasfatur t'i takoj disa prej tyre dhe të ndërtoj ura bashkëpunimi. Kjo është gjëja kryesore. Kështu që përpjekjet titanike të drejtorit të këtij festivali duhen parë me respekt. Tashti Agjencioni I Filmit sigurisht është e trisht të mos gjejë mbështetjen, po jo vetëm për këtë festival, por çfarë do lloj festivali, po duke pas parasysh këto përpjekje titanike dhe që ky festival ka arritur edhe me pa mbështetjen që duhet kishte pasur për hir të së vërtetës, të kthehej domosdoshmërisht në një qendër të një pikë takimi të kineastëve rajonal, unë mendoj që duhet ta gjejnë mbështetjen nga një institucion apo nga një tjetër. Dhe vetëm pasi të sigurojmë mbështetjen institucionale të institucioneve vendore apo kombëtare apo shtetërore të Maqedonisë, atëherë jam I bindur që do gjetë mbështetje ndërkombëtare, sepse ata e shohin pikë së pari kush po mbështet lokalisht. Ajo çka ky ka arritur, ky institucion sjell qytetarët të mbështesin festivalin. Në gjitha herët që unë kam qenë, qoftë ata hapse, qoftë ata mbyllse, ka qenë gjithmonë e mbushur plot, gjë që tregon që ky komunitet e do këtë festival. Zoti Murdaj, atëherë sonte përveç se do t'jeni edhe si antar I filmit gjatë këtij festivali, jeni apo filmi juaj do të jetë sonte premier në hapjen e festivalit Tifoda, siç është filmi Buri I shtëpisë. Ka arritur pritshmërinë filmi për të prekur ato të cilët e shohën? Ashtu si dhe ky festival, filmi jon Buri I shtëpisë, përbëhet nga një kast ndërkombëtar, është një film I gjuhës shqipe,
por kasti i filmit, pra aktorët, trupa e aktorëve që marrin pjesë në film, janë shqiptarë të gjitha trojeve shqiptare dhe atyre europiane. Pra, aktora kryesore është e Maqedonisë Veriut, Drita Kaba Karaga, që është një rol i shkëlqyer, absolutisht i shkëlqyer, i parë me respekt nga të gjithë mediat ndërkombëtare. Nëse ju do të kërkoni Burri i shtëpisë Drita Karaga online, do shihni se çfarë kanë thënë media ndërkombëtare për filmin, dhe kjo është në nderin e Maqedonisë. Nga ana tjetër kemi aktorë të tjerë të si Adem Karaga, i cili në festival të Sarajevës, ku ne bëm premierën botërore, ishte me 2 filma, dhe me filmin DJ Ahmet, edhe me filmin Burri i shtëpisë, që nuk ishte aktor të dytë atje që t'ishte me 2 filma njëkohësisht në një festival kaq të rëndësishëm sa i Sarajevës. Dhe kjo i bën nder këtyre aktorëve shqiptarë të Maqedonisë. Por aktorë të tjerë ne kishim nga Shqipëria, nga Kosova, nga Greqia, nga Italia, nga Austria, të gjithë shqipfolës. Dhe kjo është një gjë e mrekullueshme, sepse të gjithë aktorët e kemi takuar në festivale si i Tetovës dhe në festivale analoge të ngjashme. Pra, për këtë shërbim pikërisht festivalet e kësaj natyre, që të mbledhin së bashku forcat krijuese për të krijuar një film si Burri i shtëpisë, i cili mbajti premierën botërore, siç thash, në Festivalin Ndërkombëtar të Sarajevës, dhe tashmë është ftuar midis Sarajevës dhe tash që s'ka kaluar asnjë muaj mbi 25 festivale të ndryshme në botë për të paraqitur. Kështu që ne jemi shumë krenarë që ndër skrinet e para, ndër shfaqjet e para, është në Tifova, dhe arsyeja është esenciale, sepse aktorja kryesore, disa nga aktorët kryesor janë të këtyre trojeve, janë të Maqedonisë Veriut dhe janë shqipfolës. Se e keni pasur vështirë, vetë thatë se janë të gjithë aktorët nga thëse të gjithë treva shqiptare. Ti arrini dhe të përshtatet roli aktruesi i aktorëve në filmi që ju tani më është i njohur si Shtat Burri i shtëpisë. Se e keni pasur vështirë dhe ku më shumë t'i është xhiruar filmi? Filmi është xhiruar 100% në Shqipëri, por Shqipëria, siç ju mund ta dini, por edhe shumë vende qytete të mëdha, përfshin ndoshta dhe Shkupi dhe Prishtina, tashmë janë qytete ndërkombëtare. Në Tiranë jetojnë shqiptarë, po janë pafundësisht shqiptarë të Kosovës, të Maqedonisë, po jo vetëm Tiranë, njëjta gjë në Durrës, në Saranë. Nëse ju shkoni një ditë, ju e kuptoni që këto më nuk janë nuk jetojnë vetëm shqiptarë të Shqipërisë në Shqipëri, po ashtu mendoj edhe në qytete të tjera, po veçanërisht në Tiranë. Ngjarja ndodh në një zonë diku pranë Tiranës, ku një burnesh shqiptare punon si shofer autobusi, por e njëjta histori përsëritet edhe në troje të tjera shqiptare. Unë duke pas parasysh lojën e shkëlqyer aktoriale që kisha parë të Drita Kaba Karagës në punë të tjera, veçanërisht në teatr, dhe duke pas parasysh atë potencialin aktorial, vendosa pa hezitim fare, që në kryet herës e kam ditë që do jetë Drita Karaga që do ta luaj këtë rolin e burneshës në filmin Burri i shtëpisë. Aty për fat ne kemi edhe një burnesh tjetër, nuk është vetëm njëra, e cila u luajt nga një burnesh e vërtet. Gjithashtu patëm fatkeqësinë se gjatë xhirimit të filmit Diana Rakipi që luante burneshën e vërtet ndroi jetë dhe pati një shok të jashtëzakonshëm në gjithë komunitetin tonë të para ekranit, para kamerës dhe mbas kamerës që punuam në film. Gjithsesi Drita dhe Alesja që ishin 2 forcat kryesore. Alesja është një vajzë e vogël në atë kohë 9 vjeçare që luante përkundrejt Drita Kaba Karagës. Megjithatë kanë dhënë një performancë që unë besoj do të mbetet gjatë në kujtesën e publikut, jo vetëm tetovar, por të gjithë shqiptarëve. Nga ana tjetër, aktorët që luajtën në rolin kryesor të filmit Burri i shtëpisë thonë se ky film, edhe pse i shkruar në kohën e sotme, ai tregon historinë e shqiptarëve brez pas brezi. Realisht, ky është shpërblimi që marrim ne aktorët, dhe dëgjojmë se vërtet ju ka pëlqyer, që vërtet duar trokitemi, dhe ky është qëllimi i punës tonë. Zonja Kaba, ne edhe pse në afar forme, edhe pse nuk ishim pjesë e filmit mrenda, mirë po ishte një temë vërtet të cilët her pas here ne si qytetare kemi dëgjuar, apo si popullat. Thjesht i sakrifikove gjithçka në film për të ruajtur familjen, duke sakrifikuar edhe veten në këtë formë, nëse e kuptova unë atë filmin. Sa ishte e vështirë? E vështirë është, ti është trau i shtëpisë, si për një burrë, si për një grua. Shumë nëna tona, shumë nëna shqiptare, sidomos këtu te ne, kanë mbajtur vetë shtëpinë edhe duke patur burrat në gurbet. Edhe ajo është një sakrificë që e kanë bërë, po thuaj se çdo shtëpi, çdo grua shqiptare e përmendat e ne, gurbeti ka qenë më i. Këtu ndron
se është vëllau në gurbet, do me thënë nëna e vajzës është e ndjerë, një babaj sëmurd i cili ndron jetë gjatë filmit, dhe bara i bie vajzës të shtëpis që të vesh këpucët e burrit dhe të bëjt gjitha punët për të mund të mbajt gjallë familjen. Edhe kështu po, sigurisht një femër nuk e ka forcën e mashkullit. Megjithatë, edhe në film ndjenjat amnore, ndjenjat e forta të grave, e mbisundojnë forcën e burrit. Edhe pse disa herë në rolin tuaj kishi dëshirë që të kthej në rolin e asaj të cilët ka krijuar Perëndia, mirë po pas se përsëriti më e mirë, më e fortë ishte në rolin e cili kishte krijuar vetë, duke sakrifikuar edhe ëndrrën për të blerë një furgon që të kesh punë sa më shumë, ndërkohë që një fatkeqësi familjare ti vazhdove la ëndrrën tënde duke vazhduar për t'i dhënë më shumë forcë asaj vajze e cila, siç thatë edhe ju, ishte një ndër rolet më të mira edhe ajo. Faleminderit. Po, vërtet është një ngjarje. Unë këtu doja të përmend, ju mbas e keni parë Shkurtanin që punonte në dyqan, ajo ishte burneshe vërtet. Diana, pasi që ruam skenat e filmit bashkë, ajo ndroi jetë. Dhe realisht morëm një goditje. Ne u mitësuam bashkë në një ekip filmi apo teatr sidomos, por konkretisht në film bëhesh familiarizohesh me njerëzit, bëhesh pjesë, i filloni ndjenjë anëtarët e familjes të cilët i ka caktuar regjizori, po ti ndjen të atill. Dhe prandaj është interesante dhe e veçantë puna jonë. Kemi të bëjmë vazhdimisht me njerëz të ndryshëm, por që janë ashtu si ne. Edhe nga përditshmëria ne marrim, mësojmë, dëgjojmë dhe sigurisht kështu ju japim jetë personazheve. Atë festivali premier ishte këtu, regjisori tha se ka qenë edhe në Bosnjë të Hercegovinës, mendoni të shkojnë në një qytet tjetër, shtet tjetër, që do të merrni pjesë? Po ne kemi bërë punën tonë e aktorët, tani takon menaxhmentit, filmit, regjisorit, producentëve. E filmi u shfaq në festivalin e Sarajevës, që është një ndër festivalet më të mëdha. U shfaq në Prishtinë, mbrëm në mbyllje, dhe sot hapi Tifodën. Jam shumë e lumtur, realisht. Tetova është qyteti studimeve. Unë i takoj gjeneratës parë të aktorëve, bashkë me Ademin. Ne kemi studiuar për aktorë këtu në Tetovë, në Universitetin e Tetovës. Dhe gjithmonë publiku këtu edhe kolegë që janë atë të shumët, është emocionuese gjithmonë të jesh në Tetovë. Janë tema që ne realisht për fat mirë apo për fat keq janë tema të dëgjuara nga ne. Edhe për të sjellë ditët e sotit një temë të tillë është vërtet tepër emocionuese, është tepër akoma më vështirë për të bërë një strukturë filmike, akoma më e madhe dhe më e vështirë për të realizuar në shërit filmik. Kështu që unë besoj që lodhja e madhe dhe stërlodhja e gjithë ekipit e ka justifiku punën e vetë dhe mendoj që dhe shpresoj që spektatorët t'jenda pozitivisht nga premiera e sotme. Atëherë bashkëpunimi me regjisorin Murat Aj është bashkëpunimi vetëm apo keni bashkëpunuar edhe herave tjera? Ne në fakt me Andamionin për fat mirë unë i njoh punët e mbara të Andamionit edhe njihemi shumë moti. Konkretisht është hera e parë që jemi në një projekt bashkë. Edhe më gëzon fakti, Andamioni është një nga regjisorët apo producentët dhe skript shkruesit shqiptar ndër më të mirët edhe puna e tij definitivisht ka kurorzuar vlerat e tij.
më vje mirë që ne ishim pjesë e kësaj pune bashkë. Atëherë Karaga ndonjë plan juaj personal për këtë vit apo për vitin e ardhshëm? Keni planifikuar diçka që të na Në fakt, jam shumë i lumtur që realisht kam pas vërtet shumë angazhime, qoftë në sferën filmike, qoftë në sferën e teatrit. Gëzojmë që publiku do ketë mundësi për të shijuar. Njëre para, do doja të përgëzoj shumë festivalin e filmit Oda, Tifoda, që më kujtohet sot po bëhen 14 vjetë dhe momenti kur ai filloi si i tillë me gjitha ato vështirësi dhe odise rrugëtimit të tij nga viti në vit rritet dhe bëhet më i pjekur edhe vjen shumë më i plot. Shpresoj që edicionet e tjera do sjellin produkte akoma më të mëdha të kinematografisë shqiptare, po edhe asaj botërore, që neve realisht po mundësia e këtij festivali dhe shumë festivaleve të tjera filmike na japin mundësinë për të bërë pjesë e kinematografisë evropiane dhe botërore. Qershia mbi tortë ishte vajza e vogël nga Tirana që bashkë me Drita Kaba Karaga luani në rolet kryesore të filmit Buri i shtëpisë. Kaba luante rolin e Xhaxhit Fani, ndërsa Ruçi në rolin e Zanës. Që të dyja plot emocione arritën që të bëjnë publikun e shikuesin për vete. Ruçi tha se ëndra e saj është që një ditë të bëhet aktore profesionale. Besoj që publiku e ka pëlqyer filmin, pasi të tërë mendoj që luajtëm shumë mirë, ishte një film shumë i bukur për mua. Duke menduar se ti para 2 viteve ke qenë edhe shumë më e vogël, sa e ke pasur vështirë? Ke përsëritur disa herë skenat apo me të parën i ke filluar dhe i ke mbajtur mend? Jo, i kam përsëritur disa herë skenat, pasi ka qenë edhe hera ime parë. Atëherë, kur ecish rrugës, kur shkojnë në shkollë, çka flasën shokët, shoqet për këtë film apo për ty, tani je bërë më e famshme? Ata mezi po presin të dajnë në Tiranë, aty ku jetoj edhe unë, që ta shohin. Atëherë, ku është prezantuar më shumë filmi përveç se në Tetov? Dikun tjetër ku e keni prezantuar? Në Prishtinë edhe në Sarajevo. Atëherë mirë, do të vazhdojsh me aktrim pasi të rritesh, do të shkollohesh apo do ta lëmë me këtë film? Jo, normal që dua ta vazhdoj, më pëlqen shumë aktrimi dhe dua të bëjmë aktore kur të rritem. Organizatorët e festivalit ndërkombëtar të filmit Tifoda Agim Abdullah tha se programa e këtij viti sjell një përzgjedhje të gjerë të krijimeve filmike vendore, regionale dhe ndërkombëtare, duke ofruar filma të metrazheve të gjatë të shkurtër dokumentar si dhe të animuar, si dhe diskutime dhe aktivitete që nxisin dialogun kulturor. Sonte kishim nderin të hapim festivalin me një projekcion special nga regjisori Damian Muratej, filmin Buri i shtëpisë, film që ka qenë në festivalin Sarajev, mbrëmje ka mbyll Prifestin, ndërsa sonte hapi Tifodën. Filmat tjerë që kemi në program, domethënë kemi Garën Ballkanike, filmat e metrazhit të gjatë. Nesër në program kemi Të gjithë thrasin Rrezhën nga regjisori nga Kumanova i Bërdeari, pastaj kemi filmin e profesorit Isa Qoses, Leleku. Pastaj vjen me radhë filmi Ubigi Prvot Decata nga Dimitar Rovçanec nga Maqedonia. Pastaj kemi filmin Pik Ujë nga Robert Budina dhe një film nga Turqia i titulluar Gülizar. Ndërsa në natën e fundit festivalin do ta mbyllim me filmin e parë të metrazhit të gjatë të regjisorit nga Tetova, Agim Abdullah, pra unë. Dhe kjo është programa e filmit të metrazhit të gjatë. Ne kemi edhe programën e filmit të metrazhit të shkurtër, çdo ditë kemi filma, janë mbi 30 filma që garojnë në këtë kategori. Kemi filmin e shkurtër të animuar, filmin dokumentar të shkurtër dhe filmat studentor. Gjithashtu kemi edhe garën europiane në festival si çdo vit, ku sjellin filmat fitues të festivaleve më prestigjioze. Dhe këtë vit do të shfaqim filmin It Was Just an Accident nga regjisori Xhafer Panahi, i cili fitoi Palmën e Artë në Cannes. Kemi filmin No Other Land, i cili ishte fituesi Oscar edhe Venecias, dhe filmin e animuar por për të rritur Flow. Sa jeni të kënaqur me ardhen e publikut? Publiku do të varë për shkak se edhe drejtori ekzekutiv Samedini ka thënë se njerë ishte
ardhja me shumicë, ndërkohë që tani kërkojmë vetëm cilësi ato të cilët vërtet e duan artin. Pam se edhe sonte kishte mjaftuar shumë, por jo aq sa jemi mësuar në një koncert muzikor ku vërtet filmat të cilët i keni sjell ju, jo çdo kush mund t'i sjell në Tetove në Maqedoni. Përpjekja jonë është gjithmonë ajo, domethënë që ne të sjellim filma sa më cilësor dhe unë mendoj domethënë që duke patur parasysh situatën aktuale me shpërnguljen masive të popullatës, edhe jemi në periudhë para zgjedhjesh, unë mendoj që publiku prezent ishte domethënë numri për mua më se në rregull dhe numri ishte shumë i mirë i publikut, normal. Ne e dim që publiku tetovar din që ta stërmbush sallën, megjithëse është një sallë shumë e madhe që është problem, mirë po publiku tetovar e stërmbush, po shpresojmë domethënë që ne të tjera të vazhdojmë të kemi trend të rritje, megjithëse edhe sonte ishte për mendimin tim numri shumë i kënaqshëm. Ju keni bërë vetëm për zgjedhjen e 44 filmave për momentin, a ka pasur numër më të madh të aplikimeve dhe a ka pas juri i cili i ka caktuar këto të cilët mundësi që kanë qenë lart? Patjetër, ne zakonisht kemi mbi 500 filma aplikant, veçanërisht në kategorinë e filmave të shkurtër, artistik, dokumentar, studentor dhe të animuar. Po edhe në kategorinë e filmave të gjatë, domethënë për zgjedhjen e bëjmë në bazë të mundësive dhe netëve që kemi në dispozicion. Mirë, po numri ka qenë normal shumë më i madh. Qide? Ona të ranu me këto protesta. Digja dhe? Lene marfarja ka një. Franë, mësë të pëj kocave. Vazhdo të lejtë që qyre një ku po thot me kalu. O që ka shkull krej kocat e fshatit. Falemindereti. Dame marrë këtë rrugë. Hajt, ullu. Zën vend. Lesu fra. E mirë? Mirë. Në të prisë shumë? Jo, të faktë. Daj e forë në strënditit. Nga të shmëndi kjo koha, herë shi, herë djellë, smeret vesh. Loja për sëpëtojnë. E trytë me këthy sonte e për nga zvonë. Fram, a mu ta presër se në sonte? Po më të e presi, sigurisht që po. Sa ora e kjo kukën e fundit, Fram? Mos u mërzit se nga të presë unë. Unë në furgonin e Framit të vis, vetëm. Do, se në më asani me tjerë. Nuk u kry kur kjo rrugë. Fram. Ja, vajmë së, për e. Rafsh. Shumë i madh për ty, apo jo? Si ndjesh? Do kemë furgonin më të madh nga gjithë burrat. Shumë veta kanë shfaqur interes për këtë furgon. Unë do vë kapar. Do vita marë për një muaj.
Qa ke, ti, qa ke? Qa kujton? Burri nuk i para. Nuk e bole me umat me gani, kujton se matesh me mu? Ha? Qa kujton që sa kalim atja vaktu? Ti qesh trupne. Organizatorët theksojnë se Tifoda synon të fuqizoj skenën filmike jo vetëm lokale, por atë regionale ndërkombëtare, pasi ky festival sjell filma premier në çdo vit. Festivali i filmit Tifoda do të përmbyllet me 21 shtator, me një film që do të shënojë mbylljen e programit dhe shpërblimet për pjesëmarrësit më të mirë.